Përshëndetje teleshikues të nderuar. Kosova është duke përjetuar zhvillime të reja. Aktuale është përgatitja e rezolutës serbe në Kombet e Bashkuara, njohjet ndërkombëtare të Kosovës akoma nuk kanë përfunduar, ndërsa janë hedhur edhe variante që parasupozojnë ndarjen e Mitrovicës. Për këto çështje do të na flasë Nexhbedin Spahiu, analist politik. Zotri Nexhbedin, mirë se erdhët në studiot e televizionit Alb. Është e nevojshme që pavarësia e Kosovës të legjitimohet deri në grimcat e fundit që të përjetojë njohje të reja ndërkombëtare. Kosova është akoma nuk e ka realizuar sovranitetin e saj, 2 vite e kusur pas shpalljes së saj si shtet i pavarur, edhe pas njohjes së 69 vendeve në mesin e tyre vendeve më të fuqishme të botës. Kjo nuk flet mirë për aftësinë shtetëformuese të kosovarëve, shqiptarëve të Kosovës, të cilët janë bartës tek këtij projekti, dhe natyrisht për këtë paraqiten probleme të reja, të cilat Beogradi i shfrytëzon me qëllim që të imponojë një zgjidhje e cila kishte qenë e favorshme për të, e një pozicionim i cili nuk është as pak i ri, po është i njohur tek të gjitha shtetet koloniale në botë. Çdo shtetet që kanë evropiane që kanë kolonizuar Afrikën, pas që kanë qenë të detyruar të tërhiqen nga kolonitë e veta, mund t'i japin dorë dhe ato vende të marrin pavarësinë e tyre, qoftë në Afrikë, në Azi, kanë shtetet që kanë qenë sunduese deri më atëherë janë përpjekur që ta vëjnë që të vënë një lloj kontrolli i cili më vonë është cilësuar si neokolonializëm. Edhe Serbia natyrisht dëshiron të imponojë një zgjidhje të tillë Kosovës në mënyrë që ta mbajë atë si treg. Akoma 19 vite pas çlimit të Kosovës, eksportuesi më i madh ose në Kosova importon më shumë të mallra nga Serbia. Dhe kjo është natyrisht në interesin e Serbisë që të ketë një klient ku t'i shes mallrat e veta. Serbia nuk e ka akoma aftësinë që mallrat e veta ose jo në sasinë e duhur ti shes në Evropë, në Amerikë, po një treg për 2 milion e gjys banorëve për të është i siguruar, është Kosova. Dhe ajo natyrisht i fiksohet që me pavarësimin e Kosovës, me pavarësimin faktik, jo vetëm atë formal, ky treg do t'i humbet dhe për të mbajtur këtë treg, ajo është natyrisht do të imponojë zgjidhje të tilla, të cilat do ta mbajnë atë të lëndueshme, si që është për shembull rasti i Bosnjës e Hercegovinës, ose si që është rasti me Maqedoninë nga ana greke. Sigurisht që grekët nuk i bëjnë problem Maqedonisë për shkak të emrit ose historisë, por qëllimi është dikun tjetër, qëllimi është që ta mbajnë atë në një pozitë inferiore, si fqinjtë vetë parë, si fqinjtë verior, në mënyrë që ti imponojnë zgjidhje politike, përkatësisht që ta mbajnë në një pozicion inferior, në mënyrë që kjo Maqedonia të jetë një treg për Greqinë. Dhe është një të gjë, një të pozicion që mbahet për sa i përket Serbisë dhe Bosnjës. Duke imponuar një zgjidhje me Dayton Bosnjë e Hercegovinës, e cila është ndarë në 2 pjesë, duke qenë se Republika Srpska në Bosnjë është tërësisht e dëgjueshme ndaj Beogradit, atëherë përmes kësaj Beogradi imponon zgjidhje Bosnjë e Hercegovinës. Për shembull, e dini që po thuaj të gjitha shtetet që kanë dalë nga Jugosllavia kanë njohur Kosovën, me përshtim natyrisht Serbisë, por edhe Bosnjës. Pse Bosnjës? Bosnjakët do të ishin shumë të prirur ta njihnin pavarësinë e Kosovës, dhe Kroacia e ka njohur, domethënë dhe kroatët, por bosnjakët nuk mund ta bëjnë për shkak se natyrës kushtetutës së vet, të cilën Republika Srpska, pra pa konsensusin e saj, nuk mund të bëhet kjo gjë. Natyrisht konsensusi i Republikës Srpskës merret vetëm atëherë kur vendoset në Beograd. Dhe qëllimi i Beogradit, do të thotë në Kosovë, është që
ta modifikoj planin atisarit, që ta bëj diçka në stilin e Bosnjë Hercegovinës, në një Dayton 2, ku do të krijohet një entitet serb, të një shqiptar, dhe përmes këtij entiteti serb të imponohen zgjidhje Kosovës. Ta zëm në një rastin më të keq, më të mirë, ta zëm, paraqitet një shtet i ri Tunguzia atje dikun, edhe don ta njohë Kosova, po ajo këtë nuk mund ta bëj pa njohë Beogradi, sepse ky entiteti serb që tentohet të krijohet brenda Kosovës nuk e lejon që nuk jap konsensusin e vet, ose gjëra më thjeshta, për shembull, don të bëhet një marrëveshje tregtare të zëm për të blerë patatën në Bullgari, shembull po marr, me një çmim të zëm 30 cent ose 10 cent sa të ne, dhe kjo nuk qeveria nuk mund të marrë një vendim të tillë pa konsensusin e këtij entiteti, sepse për shembull interesi i saj është që të blehen në Serbi me një çmim 2 fish më të lartë, të zëm. Dhe këtu qëndron, kjo është një çështje shumë praktike, për cilën natyrisht Serbia lufton që të imponojë një zgjidhje të tillë. Dhe prandaj e frenon njohjen e Kosovës nga shtetet e tjera, antarësimin e saj në Kombet e Bashkuara, pa e imponuar një zgjidhje, pa bërë modifikimin e planit të atisarit. Ajo bëri përpjekjen përmes gjykatës ndërkombëtare të Hagës, por në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë natyrisht i ktheu një bumerang, por me këtë Serbia nuk është dorëzuar prapë. Ajo po vazhdon luftën e saj dhe tani të shohim se çfarë mund të ndodhë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Si qëndron tani situata rreth njohjeve, me qenë se më e shtrova këtë çështje, Kosova është njohur nga ato shtete të cilat fillimisht kanë lobuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kanë bërë një lloj marrëveshje për një njohje, e cila ka qenë rezultati një periudhe 10 vjeçare, që nga çlirimi i Kosovës, përkatësisht okupimi i saj nga forcat e NATO-s deri në momentin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Por është pritur që në ndërkohë diplomacia kosovare, institucionet e Kosovës të ngjallën dhe të bëjnë një përqapje që vetë të krijojnë raportet të re. Por çfarë ndodh? Diplomacia e Kosovës nuk tregoi fare këtë aftësi, duke pritur se ashtu si i erdhën këto njohje të dhuruara nga Amerika, nga protektori i saj, do të vinë edhe të gjitha të tjerat dhe kem ngelur aty ku kem ngelur. Kjo është njësoj sikur një studentit që t'i ndihmoj dikush t'i jap disa provime dhe pret që ai të mësoj pak që t'i kryej edhe provime tjera, po ai pret që t'i kaloj edhe këto provime ashtu si i ka dhënë ato të parët. Pak a shumë kjo është situata në cilën ndodhet Kosova tani dhe rreziku të cilin i kanosët pra rreziku i ndarjes së brendshme, rreziku pikërisht kjo mosseriozitet ky mosseriozitet i institucioneve të Kosovës e bën që Kosova të rrezikojë ndarjen e saj përkatësisht bëhet një shtet federal si Bosnia e Hercegovina. Gjithashtu janë hedhur edhe variante që parasupozojnë ndarjen e Mitrovicës. Po, Mitrovica është ndarë. Është ndarë edhe tani edhe me kushtetutën e Kosovës në 2 komuna. Këtë ka bërë kryeadministratori Steiner në vitin 2002 dhe më vonë të kanë pranuar edhe institucionet e Kosovës. Por çështja tani nuk shtrohet vetëm tek ndarja, por edhe shkëputja nga territori i Kosovës. Jo, çështja është të ndarja e Kosovës, ndarja e brendshme e Kosovës, në krimi, domethënë i Kosovës në dy entitete, në 2 republika, ku kryqëteti i njërit entitet do të jetë Prishtina, kurse kryqëteti i entitetit tjetër do të jetë Mitrovica Veriore ose Graçanica. Kështu që
Për këtë bëhet fjalë dhe ky rrezik është rreziku i cili ka nocët Kosovës dhe për këtë Serbia do tentoj që duke i ofruar natyrisht duke të imponoj të zgjidhje duke i ofruar ndoshta Kosovës njohje në këmbim të një zgjidhje të tillë, domethënë ju njihni entitetin, ndronë kushtetutën edhe ne pastaj e njohim pavarësinë e Kosovës, sepse Serbia din që në një moment të caktuar nuk për shkak të integrimit në Bashkimin Evropian e tjera do duhet ta njohë pavarësinë e Kosovës, siç janë detyruar ta njohin edhe disa shtete tjera fqinje, ndoshta pa dëshirën e tyre. Por për ta dëshon ta shtyj këtë pazar deri në momentin e fundit, deri në pikën e fundit. Si do dukej një Kosovë e cila synohet të bëhet nga Serbia? Unë përmenda pak a shumë atë në aspektin e jashtëm, por në aspektin e brendshëm, apo si tentohet të modifikohet të plani i Ahtisarit, është që të bëhet një do të bëhen dy republika brenda Kosovës dhe ta zëm të kenë secila nga këto të ketë policinë vet, të cilat ndoshta do të zbatojnë të njëjtat ligje në nivel që do të merren në nivel federal, do thotë, por ata do të kenë uniforma të ndryshme. Kështu që çfarë do të thotë në aspektin nëse kjo realizohet atë çfarë synon Beogradi, edhe që nuk po shihet që Prishtina përveç se me fjalë po e kundërshton, është që ta zëm, bën një vepër kriminale në Prishtinë, ik kriminali dhe në Graçanic dhe policia nuk guxon ta ndjek atje. Por duhet të bëjë një shkresë policisë të entitetit tjetër të Republikës Serbe të Kosovës ose si do quhet, që ajo në ky filani Fisteku ka bërë këtë vepër kriminale, ju lutem arrestonini dhe ktheni tek ne. Dhe ata pastaj e marrin e konsiderojnë mira. A me në zona, mos me zona, me kthyja, mos me kthyja. Do thotë, imagjinoni se çfarë të lashe mund të ndodhet Kosova në zbatimin e ligjit, ose në prurjen e ligjeve. Mendohet që tentohet që ky parlamenti i Kosovës i tanishëm i Kosovës të jetë një dhomë e ulët, ku përfaqësimi do të jetë ky si është, me 120 deputet ku përfaqësim me diskriminim pozitiv të minoriteteve tjera, dhe të ketë një dhomë, një senat, një dhomë e lartë të parlamentit e cila do të përbëhet të zëmë prej 30 vetëve, ku 15 do të jenë prej entitetit shqiptar dhe 15 prej entitetit sërb, dhe çdo vendim që nxjerr parlamenti para se të shkojnë në shkrim të presidentit të jenë të miratuara nga kjo. Kështu që